Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën jap 5 super ushqimet për trurin dhe në cilën orë duhet i konsumoni. Një dietë e duhur dhe ekuilibruar i siguron trurit lëndët ushqyese që i nevojiten për të funksionuar në mënyrë sa më efikase, duke mundësuar kështu memorje më të mirë, përqendrim më të mirë dhe më pak lodhje mendore. Megjithatë, nuk ka të bëjë vetëm me zgjedhjen e ushqimeve të duhura, ajo që ka rëndësi, por edhe të planifikoni mirë vaktet dhe ushqimet tuaja gjatë gjithë ditës. Kanella shumë herët në mëngjes. Studimet kanë sugjeruar se si aroma dhe shija e kanellës përmirësojnë kujtesën. Konkretisht, 2 nga përbërësit e saj përmirësojnë qarkullimin e gjakut në tru dhe në këtë mënyrë kontribojnë në përpunimin dhe memorizimin më të mirë të informacionit. Mënyra më e thjeshtë për të shijuar kanellën në mëngjes është që të shtoni një sasi të vogël në kafe ose çaj në mëngjes ose të bëni një pije të nxehtë duke shtuar lëngun e gjysmë limoni dhe pak kanellë në gjysmë filxhani me ujë të nxehtë. Vezë për mëngjes. Një omlet është mëngjesi ideal, pasi përveç proteinave mbushëse dhe energjike, vezët gjithashtu ofrojnë edhe kolinë të vlefshme, një përbërës i cili kontribon në prodhimin e neurotransmetuesve që përmirësojnë kujtesën dhe performancën tuaj mendore. Edhe një vezë është e mjaftueshme për të marrë një dozë të mirë koline. Një e verdhë vezë siguron deri në 125 mg kolinë, rreth 1/3 e marrjes së rekomanduar ditore. Kosi në mesditë. Kosti siguron një aminoacid të quajtur tirozin, i cili stimulon trurin dhe në të njëjtën kohë është helbësor për prodhimin e neurotransmetuesve dopamin dhe noradrenalin, të cilët kontribojnë në shëndetin dhe gjithashtu në funksionimin e qetë të trurit. Ju mundet që të shijoni kostin ose si një pjatë anësore në pjatën tuaj kryesore, ose ta kombinoni me disa arra, fara liri dhe fruta për të shijuar një vakt të lehtë, por të kënaqshëm. Arrat si një snack i lehtë pasdite, të pasura me antioksidantë dhe acide yndyrore të dobishme omega 3, arrat janë një super ushqim i fundit për trurin. Gjithashtu, vitamina E në arrën e shishme vepron në mënyrë parandaluese kundër dobësimit të trurit që vërehet në sëmundje të tilla si Alzheimer. 3 deri në 4 arra janë të mjaftueshme që truri juaj të marrë lëndët ushqyese që atij i nevojiten. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se ekziston një listë e gjerë me ushqimet më të mira për trurin, të cilat ju ndihmojnë që të përqendroheni dhe të forconi kujtesën. Fjalë të shumta rreth ushqimeve dhe suplementeve që thonë se ato mund të bëjnë gjithçka për shëndetin tuaj, që nga rritja e fokusit dhe deri tek përmirësimi i kujtesës, vëmendjes dhe gjithashtu i funksioneve të trurit. Por, a janë të vërteta? Nuk mund të mohohet se me kalimin e viteve ne plakemi dhe shëndeti jonë nuk është më i njëjti. Lajmi i mirë është se ju mund të përmirësoni shanset për të mbajtur trurin e shëndetshëm në qoftë se shtoni ushqime dhe pije të shëndetshme në regjimin tuaj. Ne këtu do t'ju njohim me ushqimet më të mira për një mendje të shëndetshme. Kafeina mund t'ju bëjë më vigjilent. Nuk ka asnjë ushqim që mund të rrisë inteligjencën e një njeriu, por disa substanca siç është kafeina mund t'ju jap energji dhe njëkohësisht t'ju ndihmoj që ju të përqendroheni. E gjetur gjithashtu në kafe, çokoladë, pije energjike dhe disa ilaçe, kafeina ju jep atë ndjesi zgjimi megjithse efektet janë afatshkurtra. Sheqeri mundet gjithashtu që të rrisë përqendrimin tuaj.
Sheqeri është një burim i ushqimit për trurin tuaj dhe nuk bëhet fjalë për sheqerin e tryezës, por glukozën, të cilën trupi juaj arrin që ta përpunoj. Kjo është edhe arsyeja pse një gotë me lëng të freskët frutash mund të ofroj një nxitje afatshkurtër të kujtesës. Hani mëngjes për të ushqyer trurin. Studimet kanë zbuluar se ngrënia e mëngjesit mundet gjithashtu që t'ju përmirësoj kujtesën dhe njëkohësisht vëmendjen afatshkurtër. Sipas tyre, u vures se studentët të cilët hanë mëngjes priren të performojnë më mirë se ata të cilët nuk e hanë. Ushqimet më të mira gjithashtu përfshijnë drithra me fibra tepër të larta, bulmetin dhe frutat, vetëm nuk duhet që ta teproni. Studiuesit të zbuluan gjithashtu se mëngjeset me një kalori tepër të lartë duket se e pengojnë përqendrimin. Peshku është ushqimi më i mirë për trurin, kjo sepse peshqit janë të pasur me acide yndyrore omega 3 që janë shumë të rëndësishme për shëndetin e trurit. Këto yndyra të shëndetshme kanë fuqi të mahnitshme në uljen e rrezikut të demencës dhe të goditjes në tru. Plus, ato mund të luajnë një rol jetik në përmirësimin e kujtesës, veçanërisht kur plakeni. Për shëndetin e trurit dhe zemrës, rekomandohet që të hani 2 racione peshk në javë. Konsumoni një dozë ditore me arra dhe çokoladë. Arrat dhe farat janë burime të mira të vitaminës E, e cila gjithashtu është e lidhur me disa studime me frenimin e rënjes së aftësive njohëse me kalimin e moshës. Çokolata e zezë gjithashtu përmban veti të tjera të fuqishme, antioksiduese dhe përmban stimulues natyral si për shembull kafeina, të cilët munden që të rrisin fokusin. Shijojni deri në 1 gram në ditë arra dhe çokoladë të zezë për të marrë të gjitha përfitimet që ju do t'ju nevojiten. Shtoni avokado dhe drithra të plota. Çdo organ në trup varet nga qarkullimi i gjakut, veçanërisht të zemra dhe truri. Një regjim i pasur me drithra dhe fruta si për shembull avokado ka efekte befasuese për shëndetin tuaj, pasi mundet që të zvogëloj rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe madje të ulë nivelin e kolesterolit të keq. Kjo gjë gjithashtu do të ngadalsoj edhe rrezikun e krijimit të pllakave dhe rrit rrjedhjen e gjakut, duke ofruar një mënyrë të thjeshtë dhe të shijshme për të ndezur qelizat e trurit. Drithrat integrale si kokoshka dhe gruri i plot kontribojnë gjithashtu në fibra dietike dhe vitaminë E. Boronicat janë super ushqyese. Ulumtimet gjithashtu kanë treguar se boronicat mund t'ju ndihmojnë gjithashtu në mbrojtjen e trurit nga dëmtimet e shkaktuara prej radikaleve të lira dhe mundet që të zvogëloj efektet e padëshiruara të lidhura me moshën si sëmundja e Alzheimer ose demenca. Studimet tregojnë gjithashtu se regjimi i pasur me boronica përmirëson funksione të ndryshme në tru. Përfitimet e një regjimi të shëndetshëm mund të duket e rëndomt, por është e vërtet. Nëse regjimi tuaj i mungojnë lëndët ushqyese thelbësore, kjo mund të dëmtoj aftësinë tuaj për të përqendruar. Të ngrënurit shumë ose shumë pak gjithashtu mundet që të dëmtoj fokusin tuaj. Një vakt i rënd mund t'ju bëjë ju që ju të ndjeni tepër të lodhur, ndërkohë që shumë pak kalori munden që të rezultojnë në uri të shtuar. Përpiquni të ndiqni një regjim ushqimor të ekuilibruar plot me një shumëllëshmëri të gjerë të ushqimeve të shëndetshme. Mirë po duhet të dini informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore,
Prandaj, para përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.